mëngjes, ne jemi zgjuar që në 4:30 të do shkojmë për një eksperiencë fantastike që është prit, nëse duhet bëj pak dritë, që është hot air balloon, do hypim në balon sipër, që të fluturojmë, dhe të shohim kafshët nga lartë. Që të regova të dje, ta e dini që do dini tani në këta opër, dhe gjithmonë ja, të lënë një roj aty para të dje, që të shoqëroj gjatë kohës që hetën në mes të tani fundin në hotel jemi brenda ne, apo nuk dihet mbase del për një kafsh rrugës. Këtu tek halli, tek hoteli, ka 24 trampolinën ku po 24 orë 24 thuhet. Good morning, ku ju mund të porosisni? Yes, thank you. Kafe, çaj, porosisin. Merren, domethënë sa herë të doni kafe dhe çaj. Kafja është kështu, ka pa filter. Jo, espresso apo macchiato, por është mirë. Si ka që i kemi këtu gjithkohon. Rruga për tek Ballin, ku do shkoj tani, është diku te 30 minuta. Edhe në ka marrë djali i agjencisë, që është agjencia këta Hot Air Balloon. Do që ishte në stop, është që nuk është stop. Ma duhet atë dini që të thjesht në Afrikë, në Gjuba, pak në këtë periudhë, tani në mes të tonë. Tani është momenti i shumë pritur për të treguar eksperiencën. Good morning! Që ne do të kemi pikërisht me këta hot air balloon. Qate? Pse? Po nuk më the pse erdhe natën të krevati jonë? Dëgjova hienat mund gjithë me mua. Gjithë me ty ishin hienat? Një ndërkishë. Ka është nga lindjet e diellit më të bukura që kam parë, sidomos me hienat në sondë. And you go in jail. I use it to climb into and climb out of the basket. Once you get into the basket, nobody leave the basket, please. We get a drag landing. Drag landing means basket will tip on its side, dragging along the ground, maybe for 20 or 50 meters. Whatever happens, stay in the basket, stay in the landing position, and nobody move until I say it is safe to do so. You can see they've been given direction, they've been arranged. It's a beautiful experience with Neshapa Travel, so continue booking Neshapa Travel. You can see the briefing how it is done. So they've been arranged. They've been here's the pilot. We are from the briefing. 4 and 3. Okay, 4 and 3. So this is how they are being arranged inside the balloon. Del grupo 7, los que quedan ahí. 7. Mira este chico. 3 of you. 7, solo 7. Quedamos aquí. Lo que hemos quedado, quedamos. Come on, stand over here, guys. Follow him, follow him, follow him, follow him. Puente. Pero subimos en la misma cesta, en división. Que vais a meterse, no hacia. Yes. People in the back side, yes. Ja. E pam gazelën, e pam kafshën e parë. And the one in front of us, that's an eland. Eland. El delantero más grande. Ahí tenemos adelante. Y el pareciendo.
Thompson. Son los Thompson. Que me dio topi. Pero parecen muy grandes desde aquí. Ayer eran They have just landed successful. You can see the balloon has been lowered down. Okay, it's going down. There it is. Guys, please. Guys, help over here. How was it? Beautiful. You enjoyed? No, it was perfect, so smooth. It was very, very good. That's good. I was not afraid at all. You enjoyed? Experienca në hot air balloon was amazing, ishte fantastike. Mendova se do kisha frikë, se do ishte një eksperiencë e tmerrshme, por jo, ishte shumë e bukur, shumë e qetë. Një ndjesi e zakonshme të isha aty sipër, të kishe gjithë natyrën përpara dhe ajo lindja e diellit dhe çdo gjë. 10/10. Super rekomandoj. Edhe për ata që mund të kenë frikë ose mund të kenë frikë nga lartësia, unë jam një ndër njerëz. Nuk do e kuptoni fare, më thënë, avioni është 1 milion herë më frikë. Ishte shumë e bukur. Tani mbaruam dhe do ham mëngjesin. Shiko ku e ham mëngjesin. Table 2 for us. Mbas eksperiencës me hot air balloon, blenën të gjithë këtu në mes dhe hajt mëngjesin. Në shpresën që të kemi edhe ndonjë kafshë rreth rrotull. Morning. Yes. Champagne? Yes, some champagne. Oh. Right. Thank you. And have some orange juice. Yes, please. Ka edhe një mini bufe këtu që Le gustan los frijoles dulces. tani jemi gati për inventurin në kërkim të kafshëve. Eksperienca e vërtetë e safarit, është kjo që bëjmë tani. Do lëvizim nëpër gjithë savanën për të gjetur. Me shpresë që do shohim sa më shumë kafshë e sa më shumë specie të çuditshme. Guida është e njëjta që kemi pasur e ditë, që kemi deri në fund, që siç e thash edhe dje tek video, që ka gjetur Globus Travel. Pra Globus Travel është lidhur me guidën këtu dhe ata do na shoqërojnë gjatë gjithë javës në gjitha aventurat që ne dhe vendet që do të shkojmë dhe do të shohim. Come on, Zebra. This one they will tell you are bush shell You don't think so? Maybe, I'm not sure. because this is a rare It's a rare species species. of zebra. In fact, according to Shku ke 48 orë që nuk fle siç duhet, nuk ndjek regjimin të gjumit. Sa niset makina, hop, fillon ngërhet të mëra. Se po ta shikoni, fillon disa makina që kanë ndaluar, ta lajmërojnë njëri tjetrin kur ka një kafshë interesante për të parë. Tani për shembull kishte lajmëruar që kishte një çita që përgjuante një antilop. Ndaluam për ta parë, por nuk po e shikonin ku ndodhej, shikonin në dëlbi, që po largohemi në kërkim të ndonjë kafshë tjetër, pa një tjetër të veçantë. Që nuk ka lidhje me kafshët. Si shikoni, makinat janë në këtë formë, se të gjitha janë kontinuë, e hape vetëm xhami, që janë të sigurta, se di që të bëni se
nga të kemi shkuar në Instagram, nga frikët personë është wow, siguria të si është, në sigur të shenë sigurta, po absolutisht këtu nuk të lënë në asnjë moment që të dalësh nga makina, është rregull. Për foto dhe video, thjesht nxirni kokën, dilni aty sipër, shikoni kafshët ose nga dritare. 4 orësh që bëjmë këtë ndjekjen me makinë të kafshëve, tani që më në fund do pushojmë pak, ndalojmë në një tualet dhe do ham drekën që guida jonë ka marrë me vete për ne. Do gjejmë një vend këtu, poshtë një peme, është ideja, që ta ham në natyrë, në freski. Sot të në fakt që ka tani që ka goxha vap, shumë vap. Se mëngjes ishte ftohtë dhe dje ishte freskët, tani vrap e madhe. Konsideruar një nga 5 kafshët më të shëmtuara në botë, po na thoshte guida jonë. Marabusta më duket se s'ka se quaj, s'më bëj mendër, e një. Shas më sot, jo, më s'ka gjë, më falë që t'ashe shëmtuar, më ke daqë. Ko që trega jonë të shoqërohet me këtë super melodinë e zogjve. Po, ata ndërtojnë tavolinat e karrige tona për drekën në vendin tonë. Të shijem drekën sot. Kemi marrë frikë. Ullu. O, babo i dha për ushqim. Ullu. Sa frikacake jemi? E së shjenë, që ke ishte shikon ashtu? Po, shumë frikacake. E së shjenë? Pas frik nga qenë. Bravo, qove? Po të afrohet. Double jump. Jeve në kemi të fritur këtë tukën, si qua në Shqip këto? Gnu. Gnu, po dhe në Shqip, nuk ka një fjallë. Buaj. Buaj, që pra buaj. Buaj të egër. Buaj të egër që janë këtu. T'ja të regoj më nga afer. Nëse të kalojnë lumin apo jo. Lumi është mbushur me krokodila dhe hipopotam dhe kjo bënë me risk për ta. Kështu që ne po presim se ato do kalojnë lumin të shohim se si do ja hedhin krokodilave apo thjesht do kthehen mbrapa se kanë frikë. Po për momentin jam mbledhur po e pleqërojnë më duket. Si do fundim na lanë gjysmë orë këtu dhe nuk e kaluan lumin të poshtët. E ka cakë. Se pam këtë experience. Tu është kufiri me Tanzanin. Në entry, i të Tanzania për ne, përse na hapi informacione. Kë guida jonë ishte fantastik. Bas një dite që ka nisur në 4:30, sytë e mi e tregojnë lodhjen, po eksperienca ishte fantastike, ju keni parë deri tani. Ne erdhëm hëngrëm, tani do luajmë një lojë me letra. E lash, se kam telefonin tjetër për YouTube-in. Nuk të bëjmë video, nuk të kapëm telefonin. Pse ma ka hap letrën? Ne të dëgjojmë që 7:30, sepse do ikim që këtu, do ikim në një vend tjetër. Shihemi në videon e radhës, pse nëni like, subscribe dhe comment.